do të lundrojnë para shenjat e horoskopit të favorizuara financiarisht në muajin mars. Financat janë një çështje e madhe për të gjithë tani, por 3 shenjat e horoskopit që të rreqin bollokun financiar gjatë muajit mars 2025 mund të jenë të qetë, duke ditur se universi është në anën e tyre. Akrepi. Merrni një qasje holistike për financat tuaja. Kjo do të thotë që nuk duhet të mendoni vetëm me numra, por në bazë të asaj që i shton më shumë vlerë jetës tuaj. Ju po përpiqeni të përballoni gjithçka vetë, prandaj po përballeni me kaq shumë vështirësi. Megjithatë, energjia e Marsit 2025 ju bën thirrje të filloni të fokusoheni në bashkëpunimin me të tjerët për të tërhequr sukses financiar. Mos keni frikë të jeni të sinqertë për gjendjen tuaj financiare dhe kërkoni atë që ju nevojitet nga përgjegjësit. Në këtë mënyrë, jo vetëm që do të ndjeni që bara juaj të zvoglohet, por gjithashtu do të keni një vlerësim të ri për vlerën që personi i duhur mund t'i shtojë jetës tuaj. Ujori. Është e rëndësishme të punoni me atë që keni përpara se të merrni më shumë. Viti juaj do të jetë pozitiv financiarisht, por përpara se të fillojnë të vinë shpërblimet, kjo është koha për të shikuar në mënyrë që të riqni një sukses edhe më të madh financiar. Afërdita retrograd do të jetë tek Peshqit duke filluar nga e enjtja 27 mars, duke ju ndihmuar jo vetëm të rishikoni financat tuaja aktuale, por edhe të siguroheni që nuk jeni duke u kënaqur me më pak se sa meritoni. Sado që dëshironi pasurinë jetën tuaj, shpesh mund ta keni të vështirë, kështu që kjo është një kohë kontrollesh dhe balancash, jo vetëm për llogaritë tuaja bankare, por edhe për vetë vlerësimin tuaj. Afërdita retrograd tek Peshqit kombinohet me Mërkurin retrograd tek Peshqit të shtunën në 29 mars, duke ju lejuar të filloni të bëni disa ndryshime pozitive në jetën tuaj profesionale. Në këtë fushë të jetës tuaj do të ishte e mençur të përqendroheni në kontraktat, marrëveshjet ligjore dhe në çdo investim që dëshironi të ndryshoni në mënyrë që ato të jenë në përputhje me vlerën tuaj. Në fund të muajit negocioni ose dëgjoni ofertat e reja, por prisni të nënshkruani pas datës 12 prill në mënyrë që t'jeni të sigurt se ky është pjesë e fillimit të ri financiar që dëshironi vërtet. Peshqit. Rishikoni financat tuaja në 15 ditët e para të marsit. Afërdita do të jetë retrograd e dashi nga e shtuna 1 mars, duke vënë pa shtëpinë tuaj të pasurisë dhe duke bërë shumë më të lehtë tërheqjen e parave këtë muaj. Sigurohuni që të keni mbuluar ndonjë borxh dhe të mos shpenzoni tepër. Kjo është koha për të demonstruar përgjegjësi në mënyrë që të jeni në një pozicion ideal deri në fund të muajit për të parë një kthes pozitive. Deri në fund të marsit, Venusi retrograd dhe Mërkuri retrograd do të jenë larguar nga dashi dhe eklipsi diellori hënës së re në dash të shtunën në 29 mars dhe do të mbyll një çështje që filloi në 2023-shin. Një ofertë ose mundësi e mëparshme do të rishfaqet gjatë kësaj periudhe. Dhe veçanërisht në zhvendosjen e Neptunit në dash të dielën e 30 marsit. Energjia e eklipsit dhe Neptunit është ajo e përmbushjes të ëndrave, ndaj vazhdoni të bëni punën tuaj siç duhet në gjysmën e parë të muajit për të korrur shpërblimet deri në fund të muajit.